Sigurisht që jemi në zemër të Ulqinit, pikërisht në plazhën e vogël, në plazhën ku ka shumë emocion nga shumë qytetarë të Kosovës, sidomos nga të rinjtë të reja. Këtu më ra pa shpinë stime përveç se është deti i mrekullueshëm i Ulqinit, është edhe kaloja e bukur e Ulqinit, e cila përveç se një kalojë mrekullueshme shqiptare, është edhe një emocion përpushues e Kosovës, për shqiptarët e Kosovës, të cilët tradicionalisht vijnë për pushimet e tyre në Ulqin dhe jo vetëm për pushimet verore. Ne po përmbyllim një dekadë bashkëpunimit me Hotel Continental në Shaqen. Dua të falenderoj Shaqen publikisht për bashkëpunimin, për kujdesin ndaj klientëve, për sjelljet e mira, për akomodimin e mirë pas të tim, ushqimin cilësor dhe gjithçka tjetër që shqiptarët e Kosovës dhe klientët e respektuar të Sharp Travel dhe gjitha agjensive bashkëpunuese nga Kosova e kanë vi veten si në shtëpinë e tyre. Për neve jemi jashtëzakonisht krenar, politik bashkëpunimi, tashmë kemi zgjeruar tregun edhe në Maqedoninë e Veriut dhe shqiptarët e diasporës nga Maqedonia e Veriut dhe shqiptarët e Preshevës, gjithashtu Kosova, do të jenë për vitin 2026 me ofertat e Sharp Travel në Hotel Continental. Risi për këtë vit është edhe beach bari dhe shezllonet me deshti, gjithashtu risi për klientët e Sharp Travel do të jetë edhe full board që do ofrohet, pra nuk ka hotel më të mirë në Ulqin se sa hotelet shqiptare, duke përfshi Hotel Continental, i cili tashmë ka rrit apo ka zgjeru paketën e vetë të shërbimeve, duke përfshi full boardin ekskluziv vetëm për klientët e Sharp Travel. Andaj, shqiptarët të dashur, diasporët të dashur nuk keni nevojë të vredhin gjithandej në vendet tjera ku nuk janë hotelet shqiptare. Kemi hotelet shqiptare në Ulqin dhe kemi hotelet mira në Ulqin dhe ne po bëjmë pamundurën për të lidhur shqiptarët që nga Zvicra, nga Suedia, Norvegjia, Italia, Gjermania dhe gjitha vendet tjera të Evropës, nga Amerika dhe nga gjithë bota për të ardhur në Ulqin, sepse Ulqini ka qenë, është dhe do të jetë si destinacion i shqiptarëve dhe ne do të punojmë shumë afër me Shaqen dhe jo vetëm me Shaqen, por edhe me hotelet tjera shqiptare për të lidhur shqiptarët ku janë. Dhe përshëndes Rudin si ka ardhur me na vizitu, si pronari i agjensionit lider të Kosovës Sharp Travel, dhe bashkëpunimi si njetisht bëhet 10 vite si bashkëpunom dhe jena bërë si partner në këtë biznes. Dhe me thanë, Rushdia kontribon shumë për turizmin e Ulqinit dhe shumë turistë nga Kosova vinë në Ulqin dhe jemi shumë falenderues për Sharp Travel si gjithë ta turistë si na vinë për 10 vite, si ka nap një përqindje shumë të madhe për me ardhur në Ulqin. Dhe me thanë, Ulqini për Kosovar ishtë dhe me thanë si shtëpia e dytë, edhe Ulqini pa Kosovë nuk mundet me ekzistu. Dhe me thanë, Kosovarët në Ulqin janë gjithmonë mirë se ardhur dhe janë këtu si në shtëpi vetë.